Shtresi ju kemi parë shumë të angazhuar, sidomos ditët e fundit. Si po shkon fushata? Fushata po shkon më së miri, njerëzit na kanë prit jashtëzakonisht mirë, kemi pas takime gjatë ditës, deri në darkë, na kanë mjekpritur. Është një frymë shumë e re. E ndjeni entuziazmin e njerëzve dhe besoni Po, që kudo në ku 11 maj do ketë fitore? Kudo ku kemi takuar njerëz nga mosha 18 dhe në një moshë shumë madhore, mendimet e tyre kanë qenë ndryshe kësaj radhe, si radhet e tjera, domethënë s'ka qenë kurrë. Janë të lodhur, nuk janë të mbi ngarkuar njerëzit. Njerëzit aktualisht po vuajnë nga gjithçka. Nga shëndetësia, që është gjë më kryesore, nga arsimi, nga higjiena. Mendoj që Shqipëria është në një moment kaos. Populli është sovraniteti më i madh, ata e vendosin. Shpresojmë për më të mirën e popullit, ne jemi numri 1. Pse nuk e kemi emrin tuaj në listën e Partisë Demokratike? Unë jam militant i Partisë Demokratike, familjarisht. Kam nindur në internim në Vlorë, vi nga diktatura, kështu që nuk kam pasur nevojë të marr asnjë post politik, asnjë prej pjesëtarëve të familjes time nuk kanë asnjë post politik, por jemi simpatizant Partisë Demokratike nga fillimi deri në fund dhe nuk bëhemi dot ndryshe.